Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi për të 21 ditë me radhë të muajit madhreshëm Ramazan për vitin 2026. Jemi kështu në emisionin tonë dhe tuaj lexojmë së bashku. Lexojmë së bashku fjalën e Allahut të madhreshëm. Duke filluar nga hoxha, mysafirët në studio dhe pjesa më e madhe ju përket juve të dashurit e mi, që të na telefononi dhe të ndani me ne leximet tuaja. Ne në studio kemi mbri deri tek faqe 453. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 1 deri 16 të surës Sad, që parafërsisht kanë këtë kuptim. Sad, betohem në Kur'anin plot këshilla, se ti Muhammed me të vërtetën ke ardhë dhe thua të vërtetën, por jo besimtarët janë mendjemdhenj dhe kundërshtues. Sa e sa breza para tyre, thot Allahu, ne kemi zhdukur, ata kanë thirrur për mëshirë, por atëherë ka qenë vonë. Ata
Mekasit, i dhujtarët, çuditën për ardhjen e një paralajmëruesi nga mesi i tyre dhe jo besimtarët thonë, ky është magjistar dhe është gënjeshtar. A mos kërkon ai që të gjithë zotat t'i bëjnë një zot të vetëm? Kjo ka qenë thënie e Mekasve. Vërtet që kjo është një gjë e çuditshme për ta. Paria e tyre largohen duke thënë, mos ja vini veshin dhe qëndroni të durueshëm pranë zotat tuaj. Kjo është puna që duhet bërë me të vërtet. Këtë monoteizmin nuk e kemi dëgjuar në fen e fundit, fen e krishter. Ky është vetëm një trillim i gënjeshtërt. Pse vetëm atij është shpallur fjala e Allahut ndërmjet nesh, po ata dyshojnë në këshillën time sepse ende nuk e kanë provuar dënimin tim. A mos vallë, ata kanë në dorë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, i cili është i plot fuqishëm dhe është dhurues i madh. Apo i tyre është pushteti i qiejve, i tokës dhe çka ka mes tyre. Atëherë le të ngjiten me litar në qiell, nëse kanë mundësi. Grupi i tyre Mekasve është vetëm një prej ushtrive të cilat do të shpartallohen. Edhe para tyre ka përgënjeshtruar populli Nuhit, fisi Ad dhe faraoni, njeriu i cili i torturonte njerëzit. Por edhe fisi Themud, edhe populli Lutit, edhe banorët e Eikës, ata ishin vërtet ushtri të fuqishme. Të gjithë ata i quajtën pejgamberët tanë gënjeshtar, andaj e merituan dënimin tim, dënimin Allahut Mëdhërisëm. Kurse këta Mekasit presin vetëm një britëm, presin fryrjen e parë të surit që nuk do të pushoj. Ata thonë, o Zoti ynë, shpejtona neve pjesën tonë të dënimit para ditës së llogarisë. Të dashurit e mi, Allahu me këtë faqe të Kur'anit i përshkruan gjendjet e mohuesve, të cilët edhe pse ju erdhën pejgamber, ngulën kom në kufrin, në pabesimin e tyre, por edhe përshkruajti se si Allah pastaj i bëri që të përfundojnë të dënuar. Të dashurit e mi, bëjmë shkëputje këtu për të vazhduar inshallah nesër me pjesën tjetër të domethënieve që bashkëlidhet me këtë që lexuam sot, për t'ju dhënë hapësirë juve që të na telefononi dhe përmes telefonatave të ndani me ne leximin më të bukur që dini ta bëni. Presim telefonuesin e parë. Alo, kujt i themi? Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Vlera nga Bordi i Madh. Vlera si gjithnjë, me vlera të mëdha, me lexim të bukur. Është telefonuesja jon e rregullt. Çka ka përzgjedhur sot me lexumin e Vlera? Surën Adiyat. Adiyat, fillat lutem. Bismillahirrahmanirrahim. والآديات ضبها فالموريات قبها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به الجمع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. Të lumë Vlera, faleminderit shumë. Allah e të rujtë dhe të shpërbleft, të presim me ditëve tjera që të na telefonash dhe të lexosh bashkë me ne iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të dashurit e mi, vazhdojmë kështu duke pritur telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Yusuf Ademi nga Ferizoja, jam 6 vjet. Mirë se erdhe Yusuf. Allah e të rujtë, të rritë me të mirat e ti. Çka kemi lexuar sot me ne? Surën Yusuf, po shumë nuk e di, pak. Mashallah. Allah e të rujtë. Tamam. Një paraqitje burnore, edhe pse 6 vjeç. Të lumt. Që ato që ka edin, me kënaqësi të dëgjojmë. Urdhrat lutem. Me lexua? Po filla? Ane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Mashallah Jusuf, të lumt. Po të mos na tregoj moshën tënde, ndoshta nuk do të besonim. Allah të rujtë dhe të rritë me të mirat e ti, mashallah. Mashallah qoftë. Të lumt, të presim edhe ditëve tjera. Mëso ajetin tjetër ose diçka edhe na thirr në telefon edhe na tregon se çka ke mësu. Iftarët e kanë qenë për ty dhe familjen tënde. Vazhdojmë të dashurit e mi, marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Sumeja nga Bordi i Madh. Sumeja, mirë se erdhe. Çka ke përzier sot me lezumin e? Surën Kadr. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Të lumë Sumeja, Allah të rujtë, Allah të shpërblef, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera, iftarët e kanë qenë për ju dhe familjen tuaj. Vazhdojmë, kështu marrim telefonatën që na pret. Alo, kujt i themi? Kemi telefonat të re. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Anor nga Letanci. Mirë se erdhe, çka kemi lexuar sot me ne? Sot do ta lexoj surën Nas. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Të lumë të anuar, Allah e të rujtë, Allah të shpërbleft. Faleminderit shumë, iftarët e kanë qenë për ty dhe familjen tënde. Vazhdojmë kështu të dashurit e mi, marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Ajadit nga Shkupi. Ajadi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ajadi, çka ka përzgjedhur sot me lexu me ne? Surën Lejl. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-lejli idha yaghshaha. Yaghsha. Wan-nahari idha jallaha. Sugut tani. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من يغني عنه ماله إذا وأما من تردى بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Të lumt, ajad, Allah e të rujt, mashallah për leximin që ke bo. Faleminderit shumë, të presim e ditëve tjera që të na telefonosh. Si është atmosfera në Shkup? Shumë mirë. Ka atmosferë fetare atje, mashallah. Të përgëzoj për leximin, veç vazhdo edhe të presim e ditëve tjera. Sa për cilët PIS TV dhe emisioni lexojmë së bashku në Shkup? Çdo ditë. Tek familjet shqiptare, sa për cilët? Shumë. Më vjen mirë, më gëzon fakti. Vazhdoni që ndroni me ne dhe me emisionet e PIS TV. Alo, ka me thonë dikush diçka tjetër? Nëse jo, vazhdojmë e marrim telefonatën që na pret. Alo, kujt I themi? Assalamu alaikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Turisina nga Prishtina. Turisina, mirë se erdhe. Tani më je bërë pjesë e jona. Qa ke përgjithë sot me lexu me ne? Surën El-Qariya. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. El-Qariya. Mal-Qariya. وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Të lumt, faleminderit shumë Turisina. Vazhdojmë sot sure tjera dhe na merr në telefon në ditët në vazhdim dhe na trego se çka ke mësuar. Shpresoj që po. Me shumë kënaqësi të presim. Iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Dashurit e mi, ndërprem pak telefonatat tuaja për të prezantuar mysafirin ton të parë këtu në studio. Por para se ta prezantojmë mysafirin, kemi edhe pak vende të lira që ju mund të rezervoni ditën tuaj për të bërë pjesë e emisionit këtu në studio. Për të qenë pjesë e jona, pas emisionit lani emrat tuaj dhe caktoni ditën tuaj tek regjia. Kështu kthehemi në studio për ta prezantuar mysafirin ton të parë. Dhe ai është një djalë shumë I mirë dhe ka emrin Enes. Enes, mbi emrin? Muhaxhiri. Enes Muhaxhiri. Enes Muhaxhiri ka filluar më rrit, unë e kam atë fotografinë kur ka qenë I vogël. Mirë se erdhe Enes. Nësi e gjitha. Cilën klasë është Enesin? Të pasën. Në klasën e 5. Qa kemi lexuar sot me ne Enes? Unë kom përgjith surën Nebe, 17 ajetet e para. Mashallah. Që sa lexon Kur'an? Gati që 3 vjet. Gati që 3 vjet. Qysh ke mësuar me lexu Kur'an? Fillimisht me mamin, kom fillu me mësu shkronjat, pastaj në xhami me zgjritin ton që I kena pasafër atë, kom fillu me mësusën ton, 2 mësuset, një mëza dhe Medinja, janë ka mësuset mira, na ka mësu çdo shkronjë, çdo sure, edhe masanej kom fillu me motrat, me likën. Të lumt, mashallah. Dhe ato vazhdojnë motrat me mësu, me lexu Kur'an, bravo. Ato edhe me hifz tani? Mashallah, Allah I rujt. Pse e përzgjodhe bashkëta për shkak të pëlqense? Qartë, si sure, bravo. Fillat lutëm, fjala për ty. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعل علينا الليل لباسا وجعلنا نهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Të lumt, faleminderit shumë. Allah të rujtë, Allah shpërbleft. Dashur të mi, prej Enesit, kthehemi tek ju. Marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Unë Misini nga Prishtina. Mirë se erdhe Unes, çka ke përgatitur sot me lexuar sot me ne? Një pjesë surës Nuh. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Të lumt Unes, mashallah, me këtë lexim kaq të bukur, me pritumet ndërprej. Mashallah, lumt prind për ty, lumt mësuesit, lumt hoxha që të ka mësu. Vazhdo. Do mi përshëndet musafirët që janë në studio. Po, patjetër, I njiheni? A mund të vëlloj janë, amorit? Po, patjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Emrin të lutem. Amar. Mirë se erdhe Amar. Çka kemi lexuar sot me ne? Një pjesë surën Gjen. Mashallah, hajde bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ولما أن لم تكون الإنس والجن عن الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Të lumë të marë, mashallah, të barakallah. Për ditë e ma shumë, po në mrekullani. Jemi krenar me ju. Lumë prindrit, lumë mësuesit, aleikum salam, iftar të këndshëm dhe i presëm me ditëve tjera
që të na begatoni emisionin ton me kësi leximi dhe këtë atmosferë të përqeni dhe të shikuesit dhe tek dëgjuesit ton. Allah e rujt iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Të dashurit e mi, vazhdojmë kështu, marrim telefonatën e radhës me shpresë që të jemi gjithë këtij niveli ose të përafërt siç ishin vëllezërit në telefonatën e fundit. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Era nga Shtimja. Mirë se erdhe. Çka ke përgjigjë sot me lexuar me ne? Surën ten. Allah të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Të tëra, mashallah, të barakallah. Allah të rujtë shpërbleft, presim e ditëve tjera që të na telefonosh dhe të ndash kësi leximi të bukur si që bëre tash, të ndash leximin me ne. Iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde. Shkëputemi kështu të dashurit e mi nga era për të lënë hapësirë për telefonatat e radhës. Marrim telefonatën që na pret. Alo, kujt i themi? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Ejmen Gjemoli nga Taneuti. Mirë se erdhe. Mirë se jo gjeta. Qa kemi lexuar sot me ne? Kul huwa Allahu ehad. Fillo të lutem. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ehad. Allahu samed, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Të lumë të imen, faleminderit shumë, Allah të rujtë të shpërbleft, të presim e ditëve tjera që të na telefonash dhe të lexosh bashkë me ne. Iftar të këndshëm. Vazhdojmë të dashur të mi, presim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selam aleikum. Alo? Alo, kush na telefonon? Rejani nga Pristina. Rejan, qa kemi lexuar sot me ne? Do të lexoj Inna anzalna. Fillo të lutem. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Të lumt Rejan, mashallah. Mashallah, të barakallah, të presim e ditëve tjera, Rejan. Iftar të këndshëm. Vazhdojmë të dashurit e mi prej Rejanit. Nuk arri me dëgju. A mja fillua pet. Kush jeti? Aniko nga dhe qoko. Anik, mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Se le votën të hijot. Fillo të lutem. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lumë tanik, faleminderit shumë. Do me thonë në salavatet? Salavatet i di pak. I mëson për nesër. Kur e ke mësuar te jatin? Dje. Që kjo po na gëzon ma shumë, që do më thonë muji Ramazan ka qenë diçka që ke përfitu pe ti, ke mësu diçka. Kur ti mësojsh salavatet, na thirrë dhe na i tregon edhe salavatet. Kështu bëni ju gjithë fëmijë të dashur. Iftar të këndshëm për Anikun dhe familjen e tij dhe vazhdojmë marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Alo. Alo, kush na telefonon? Harisi. Nga na telefonon Harisi? Nga Podojeva.
Mirë se erdhe. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Po, në sure. Fillo të lutëm. Okay. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Lumtares, Allah të rujt, Allah shpërblet, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera që të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde. Të dashurit e mi, tani është koha për të bërë një shkëputje të dytë, për ta prezantuar mysafirin ton të dytë që është këtu bashkë me ne në studio. Dhe është një djalë tjetër, djalë i mirë, me gjitha të mirat, e ka emrin? Kejsan. Kejsan. Po. Mbi emrin? Shaipi. Kejsan Shaipi. Cënë klasë është Kejsani? Të pesën. Sa vjeqar? 11. 11. Kejsan, që ke përzgjedh me lexu sot me ne? Kam përgjedh gjysmë faqet e surës Mulk. Fillo të lutëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Allah të rujtë, faleminderit shumë. Të dashur dhe mi, kthehemi me pjesën e fundit sot të telefonatave, duke ju pritur se çka keni përzgjedh me lexu me ne. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam, kush na telefonon? Asja Rahmani. Asja, mirë se erdhe, çka kemi lexu sot me ne? Ayatul Kursin. Fillo të lutëm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Çato, bravo, shumë bukur. Vesh një pjesë ato e kthyer edhe një herë. A ka qenë për emocione, Asja shumë bukur e ke thonë. Si me qenë rritur, mashallah. Vazhdojmë sot sure tjera dhe na telefono edhe na trego se çka ke mësuar. Iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde. Vazhdojmë kështu, marrim telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi? Mjallë Gjamurina ka të panica. Nga? Të panica. Mirë se erdhe. Mjalta, çfarë mjalte ke më na dhon sot? Çfarë leximi ke më bëu sot me ne? Lebejk Allah. Hajde, fillo. Lebejk Allahumma lebejk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Të lumë, mjalta, Allah të rujtë, Allah shpërbleft. Faleminderit shumë. Iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde. Nga mjalta, vazhdojmë kështu për të marrë telefonatën e radhës. Alo, kujt i themi?
Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Telefonon Tara nga Dibra e Maqedonisë. Mirë se erdhe. Sot ka përzgjedhur për ta thënë suren Felek. Allah të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. Kull a'udhu bi rabbil falak min sharri ma halak wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Të lumë, faleminderit shumë, Allah të rujtë, Allah shpërbleft. Amin. A mundet edhe motra? Me shumë kënaqësi. Kaloja telefonin të lutem. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Emrin të lutem. Elina. Mirë se erdhe, çka kemi lexuar sot me ne? Surën Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. Të lumt, Allah të rujtë, Allah shpërbleft, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera që të na telefononi dhe të ndani leximin me ne. Iftar të këndshëm për ju dhe gjithë shqiptarët në Dibër dhe në Maqedoninë e Veriut. Allah kabul agjerimin dhe gjitha ibadetet. Të dashur të mi, vazhdojmë kështu, jemi krejt ka fundi emisionit ton, por po i marrë me disa telefonata, aq sa na premton koha. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Vlera. Vlera? Nga Kaça? Ka Niko. Mirë se erdhe. Qa kime lexuar sot me ne, Vlera? Alhamdulillah. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumë Vlera, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera Vlera, mos na harro që të na telefonosh dhe të lexosh bashkë me ne. Është e rëndësishme që gjatë kësaj kohe të mësoni diçka të re dhe atë që keni mësuar të na thoni. Faleminderit shumë, iftar të këndshëm për ju dhe familjen tuaj. Presim telefonatën tjetër, alo, kujt i themi? Alo? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, kush na telefonon? Muhamedi nga Luka Peshevës. Mirë se erdhe. Mirë se erdhët. Qa ke përzgjedhur me lexuar sot me ne? Surën Qadr. Fillo të lutem. Inna anzalnahu fi lejletil qadr wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadri khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح في بربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Të lumt, Muhammed, faleminderit shumë, inshallah Zoti na mundson me prit natën e Kadrit. Iftar të këndshëm për ju, familjen tuaj dhe gjithë shqiptarët në Preshev, Medvegj dhe Bujanoc, në Kosovën tonë lindore. Allah kabul agjerimin dhe gjitha ibadetet. Vazhdojmë kështu nga Dibra në Preshev. Po pas Preshevës, kush na telefonon tani? Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum selam, kush na telefonon?
Darje Gjata nga Prishtina. Mirë se erdhe. Qa kemi lexuar sot me ne? Surën Nas. Fillo të lutam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Të lumë, Bahrie, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera, iftar të këndshëm për ty dhe familjen tënde. Kështu të dashurit e mi, kemi mrit gati pothuajse në fund të emisionit, por megjithatë, shohim se kemi hapësirë edhe për një telefonat. Alo, kujt i themi? Alo? Kemi apo nuk kemi telefonat? Alo, kujt i themi? Jeni drejt për drejt, ju dëgjojmë, urdhroni ju lutem. Emrin? Në rregull, si duket kemi probleme me telefonatën. Të dashurit e mi, ishte kjo e tëra për sot në emisionin ton Lexojmë së bashku. Nga unë që Malsopi, ju dëshiroj iftar të këndshëm, agjerim dhe ibadetet të pranuara. Shifemi bashk inshallah nesër me mysafirët e radhës. Deri atëherë ju lëm në amanet Allah të madhërishëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.